që i bjen kem punu ma shumë se qeveria, për mësa i bjen me shtru në 4 vjeqarë, dhe më thonë në rrugë. Kryetar, në për fshatra, në zonat rurale, cili ka qenë përkushtimi juj, se zakonisht ankesat më të mëdha po vinë për atje, ndoshta shpeshherë kryetarët e komuna po fokusohen në qendër, ndoshta kështu, edhe për kundër, ja, të unë është ankesa e kundërt. Po edhe për kundër sfidave që i kemi pas, na për këtë 4 vjeqar i kemi ndërtu diku 110 km rrugë në bjesht e rrugoves, dhe jonë diku 450 km në përfshatrat e komunës Pejes. Që i bjen kem punu ma shumë se qeveria, për mësa i bjen me shtru në 4 vjeqarë, dhe më thonë në rrugë, ura edhe veç komuna vete. Shkolla, gjendjena për shkolla, po më intereson ujtë dhe kanalizimit. A ka fshatra në komunën e Pejes që hala ballafaqohen me mungesë të ujtë dhe me problemin e kanalizimit? Ka shumë fshatra që kanë problem me kanalizimin. Me ujin e kemi fshatrat e Lugut, Baranit edhe disa fshatra që jonë këtë pjesë që gravitojnë, jonë diku dhe 18 fshatra që endes janë të furnizum me ujtë pishëm, dhe më thonë furnizohen me bunar. Kemi pas probleme për realizimin e këtij projekti, që gati një vjet jemi në prokurori tu ballafaqu unë drejtori edhe pun kryesi i cili ka qenë duke punu për me realizu projektin, ka mbet për 630 metra pa u lidhë në kaptazh ujësjellsi për gjithë këto fshatra. Si problem i operatorit ekonomik? Jo, si problemi i shpalljes së parkut nacional, na kemi pas projektin ma heret për me marrë ujin aty, e ka shpall një zonë strikte, një pjesë që nuk s'ka kur një interes me qenë zonë strikte, vetë nëse ka një ideja me pengu komunën për me marrë ujin në atë pjesë. Tash duhet me nënshtru, ndoshta probleme me cilat na i kemi nënshtru gjitha kërkesave për leje, kemi pas heshtje administrative, kemi lëshu naftë si komunë lejen, kemi vazhdu me punë dhe mandej kemi pas problem me prokurori.